A të ka ndodhur ndonjëherë të zgjohesh në mëngjes dhe të ndjesh se diçka të mungon? Nuk e kam fjalën për kafenë e mëngjesit apo për qëllimin. Një zë i brendshëm i cili të thotë se ka më shumë se kaq. Përshëndetje, unë jam Elisa Kocaqi. Këtu jemi në një hapësirë të vogël për të ndalur dhe për të folur për gjërat që ne nuk i themi shpesh. Nuk e kam fjalën për lajme, nuk e kam fjalën për politik, por jemi vetëm unë dhe ti dhe një e vërtet që na përket të gjithëve. Sot dua të flas për atë që shumë e kërkojnë por prak e gjejnë. Brenda gjithë këtij kaosi të madh, sepse në këtë vend, në Shqipërinë tonë të vogël, ku çdo ditë është si një betejë në trafik, në rrallë, në mendimet tona, në punë, por brenda kësaj ka gjithmonë zhurmë. Ka momente që na shkundin, ka momente për shembull një fjalë e nënës apo një kujtim nga fëmijëria, buzëqeshje dhe arsye, të cilat janë këto pikërisht që na mbajnë të gjallë. Unë nuk jam as psikologe, as guru, por jam një shqiptare si ju që ndonjëherë ka nevojë të dëgjoj zërin e vet në një dhomë të qetë. Nëse edhe ti e ndjen që ke nevojë të ndalesh për pak, të reflektosh, të mendosh ndryshe, atëherë je në vendin e duhur. Sepse ky podcast është për ty që lufton, përpiqesh, gabon, ngrihesh dhe sërish përpiqesh. Ky podcast është për ty që guxon. Mirë se erdhe. Le ta fillojmë këtë udhëtim të përbashkët bashkë.